Etër të dashur, vëllezër dhe motra. Vemi pak në momentin që Adami dhe Eva dhe gjarpri janë përpara Krishtit, para se të dilnin nga parajsa dhe gjikohen nga ai. Dhe Krishti, pasi u ndan dënim Adamit dhe Evës, i drejtojt dhe gjarprit. E thom dënim, po nuk është dënim, e dim që është ilaç, ajo që dha Krishti të këtë gjithë, edhe të gjarpri. Dhe i thot gjarprit që ti këtu e tutje, për këtë që bëre, do hash balt tër jetën, do zvarisesh në tokë. Në fakt, nuk e kishte me gjarprin. Nënkuptoi dënimi që i dha Satanait, i cili helmoi shpirtin e njeriut me djallëzin e tij dhe futi vdekjen në botë. Po çfarë kuptim ka të hash balt? Çfarë kuptim ka të hash balt? Satanai është frim, nuk është mish dhe gjak. Të hash balt do të thotë të duash gjëra materiale. Ai atje tutje dëshironte të kënaqej me gjëra materiale pa patur trup. Të duash një gjë që s'mund të arrish kur. Të kesh etje dhe uri për një gjë që nuk mund ta prekësh. Ky ishte dënimi. Po atë që do Satanai mund ta prekin njerëzit. Kështu që ai nga njëherë merr pushtetin nëpërmjet trupit të njeriut, të shijoj gjëra materiale. Prandaj kënaqet të jetë brenda në trupin e njeriut. Vemi në ditën e pagëzimit të Krishtit. Zbriti Shpirti i Shenjtë, ati nga qielli tha: "Ky është biri im i dashur, në të cilin kënaqem, prehem në këtë trup të Jesuit, unë kënaqem, prehem të jem, të banoj", thot ati. Dhe ky zë u dëgjua nga të gjithë, dhe nga Johani dhe gjithë nga ata që ishin prezent. Atje ishin prezent dhe farisenj, edhe priftërinj. Po ishte edhe dikush tjetër. Ai i cili fshihej në ujë që u shenjtërua. Satanai. Nga që fete vjetra, idhujtaria, përdorte ujin për magji, gjithë uji i globit ishte bërë shtëpia e demonëve. E pastroi Zoti Krisht ujin me prezencën dhe me pagëzimin e tij. Po Satanai që u largua dëgjoi kush ishte ai që largonte, ishte biri i Perëndis. Nuk e kuptonte ç'do të thoshte kjo. Satanai nuk kuptonte ç'do të thotë biri i Perëndis. Nuk e kishte imagjinuar kur që biri dhe fjala e Perëndis, personi i ditë i Trinisë së Shenjtë, do mishëroj, nuk mund ta besonte këtë gjë. Nuk e kishte imagjinuar. Dhe nga që s'mund të rinte më në ujë, ku vajti?
në shkretir. Satana iku nga uji, vajti në shkretir. Dhe Krishti si general i vërtet, që e ndjek armikun e tij deri në fund, vete në shkretëtir për betejën e fundit me atë. Atje e çon Shpirti i Shenjtë. Dhe Krishti e fillon këtë betejë pikërisht me kreshmë. Me kreshmë, do të thotë luftë kundër materjes. Materjen që ai e dëshiron shumë ta shijojë nëpërmjet trupit të njeriut. Kjo është kreshma, vetë përmbajtja që largon frymën e keqe. Pasi kalojnë 20 ditë, pa ngrënë asgjë, një gjë përmbi natyrshme, shikon Satanai që kjo nuk është njerëzore. Kjo nuk është normale. Dhe vjen ta ngacmoj. Dhe ngacmon pikërisht në 3 elemente në të cilat kanë rënë të gjithë njerëzit. Në 3 ngasje në të cilat kemi rënë të gjithë. Dëshira për kënaqësi nëpërmjet bukës, dëshira për lavdi dhe dëshira për çfarë? Dëshira për të pasur para. Në këto të 3 gjërat njeriu gjen prehje. Po këto 3 gjërat nuk i gjeti te Isuji. Prandaj u largua. Po na thot Ungjillori që nuk u largua për gjithmonë. Por duke patur shansin të shikoj që ki nuk mund t'i afrohet, nuk mundet nëpërmjet trupit të Krishtit të shijoj ato që donte, lufta e brendshme domethënë e Krishtit. Lufta e brendshme nuk ishte më e brendshme me Satanain, u bë jashtë me lufta, me Krishti me Satanain luftonte nga jashtë. Prandaj dhe shenjtorët, kur arrin që mposhtin të keqen nga brenda, lufta u vjen nga jashtë, nga njerëz të tjerë që ndikohen nga Satanai. Vemi tani në një moment tjetër. Pasi Krishti kishte dërguar nxënësit e tij të predikonin, u kthyen të gjithë dhe në një moment ashtu si ishin të mbledhur të 70-tët, u thot Krishti: "Kush thon njerëzit që jam unë?" Dhe ata i thon, disa thon që je Elia, disa që je një profet i madh, disa që je Joan Pagzori. Po ju, kush thoni që jam unë? Dhe në atë moment hidhet Petro dhe thot: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Dhe i thot Krishti: "Lumë si ti, Simon, biri i Jonait, se kjo që the, nuk është jotja. Është ajo që më tha Ati në pagzim. Andej e dëgjove dhe ti. Andej e dëgjove dhe Satanai. Andej e mori vesh bota që unë jam biri i Perëndisë." Por Petrua u krenua duke dëgjuar lavdërimet. Dhe kur Krishti tha që unë duhet të kryqëzohem dhe të vuaj, ju kthye dhe i tha: "Jo, mos ndodh tek tia kjo o Zot." Dhe në atë moment i tha Krishti: "Largohu prej meje Satana." Që do të thot natyra njerëzore sa e dobët. Nga njerë pohon fjalën e Perëndisë, nga krau tjetër bëhet për sekonda goja e Satanait.
vegla e Satanait. Dhe vim të ungjilli sotëm. Shikojmë që qyteti Gadarenëve bënte një veprim, një mëkat të përbashkët. Ushqenin derat. Derat nuk lejoheshin nga ligji i Perëndis. Sepse derat ishin të papasta se ngatroheshin me baltën, që ka kuptimin e mëkatit. Janë më të thella gjërat e ungjillit se që mendojmë. Dhe ati ishte një demonizuar, që nuk ishte një demon, një legjeon, 6.000 demon në një shpirt, si ka mundësi? Shpirti i njeriut, vlera e shpirtit të njeriut, mund të përmbaj Perëndin, mund të mbaj brenda saj shpirti Perëndin. Kaq i madh është. Prandaj kur e krahasoi Zoti me botën, tha që shpirti ja vlen më shumë se gjithë bota. Dhe demonët i bien para dhe i thon Krishtit, të lutemi të futemi te derat. Mos na ço atje, tek ai vendi që s'duam. Dhe kërkuan te derat se kishin të drejtë të venin te derat, që ngatroheshin me baltën, dhe atje bëj mëkati. Dhe i la Zoti, dhe ata bën një masakër, dhe penguan gjithë qytetin të pranonte Krishtin. Dhe ata e ndoqën Krishtin. E ndoqën Krishtin pse? Për di arsye. Humbën fitimin që kishin nga derat, dhe u trëmbën. Nuk u trëmbën që kishin një të demonizuar gjithmonë atë vërdall, u trëmbën kur pan si u vran derat, kur pan gjakun. Pse i them gjitha këto? Fuqitë e errta janë reale. Shën Porfiri thoshte, kush nuk beson te Satanaj, nuk beson në Perëndi. Në qoftë se nuk beson që me kë lufton, dhe pse ke nevojë për Perëndin, pse erdhi Krishti në botë të ndjek atë të ligun, atëre nuk beson në Perëndi, sepse prandaj erdhi Perëndia në botë, prandaj u mëshirua Krishti, të na shpëtoi dhe të na hinëzoi. Dhe ne duhet të dimë me kë luftojmë. Jo me mish dhe me gjak, po me frymë të keqe. Prandaj duhet në jetën tonë të fusim vetë përmbajtjen, kreshmën, lutjen, që të mbrohemi, të sigurohemi, dhe të arrim, si Shën Dimitri sot, që i mohoi të gjitha gjërat materiale për të shpëtuar dhe për të shenjtëruar edhe të lavdëruar Perëndin me sakrificën e tij. Amin.